Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Sonte ndër të tjera do të ndiqni. Krye prokurori Syloxha, vrasja Kuran Morinës më 4 ditur. Pagesa e pensioneve të veteranëve të luftës fillon nga 1 tetori. Ministri i Punëve të Jashtëm i Kosovës siguron familjarët asnjë vdekur në Mekë nga Kosova. Televizioni Opinion nisi një vit të ri pune, edhe përkundër sfidave televizioni ynë ka ditur të mbijetoj. Është i vetmi medium lokal që gjithmonë ka qenë më i përgatitur teknikisht, se shpejti ky medium do t'ju ofrojë shërbime edhe me teknologjinë e kohës. Për këtë risi do të na njohë drejtori Edvard Kolnrekaj. Të ndjekim. Siç e dini, televizioni Opinion ka rumbullaksuar plot 14 vite me ju. Nuk është aq lehtë të mbijetosh në këto kushte të cilat kanë kaluar dhe vazhdojnë të kalon Kosova. Si të gjitha mediumet e tjera, edhe televizioni ynë është ballafaquar me mjaft sfida. E në start të një viti të ri pune, brengë drejtorit të këtij mediumi është digitalizimi. Në këtë rrugtim, punë kontribut të veçantë dhanë shumë persona, por ata në të cilët u mbështet televizioni ynë ishin bizneset që, siç citon drejtori Kolnrekaj, pandime në të cilëve rruga ishte shumë e vështirë, për të mos thënë e pamundur. Puna juaj e jona që punojmë këtu, e prodhojmë një program. Edhe atë program dikush arktohet me atë program. Qoftë program arktus, qoftë program artistik, çfarë do programe që e ofrojmë na. Edhe përmes atij programit na ja imponojmë një reklam 2, 3, 10. Edhe shikuesi detyrohet për me vazhdu programin me përcjell edhe çat reklam. Disa shikues prej atyve janë të interesuar për atë reklama, edhe shkon ato firma që na i prezentojmë. Një pjesë e tyre nuk ka interesume, por kompanit janë të interesuar për ata që janë të interesuar. Pezëm nëse një firmë mobileve, nëse dikush ka mendu mu blej mobile, e shën atë një firmë mobileve dhe thëtë, që tu du më shku se i pas ka disa modele që i ka po në ekran, i pas ka disa modele të mira dhe shkon e viziton edhe mundësi e madhe është që blejnë atë. Tani, ata reklamet që kanë të bëjnë na, që janë reklamu normal neve na paguajnë për shërbimin tonë që ne i ofrojmë. Kjo është ai zinxhiri. Reklama paguhet, ne i paguajmë ekipet që punojnë, edhe ekipet produktin ju sjellin shikuesve. Shikuesi shkon te ai i reklamës. Kështu që me një fjalë falenderoj gjithë bizneset që bëjnë reklam tek ne. Edhe besoj që edhe ata janë të kënaqur me punën tonë. E tani, në duart e teknikëve të televizionit Opinion, po vjen një teknologji bashkohore. Ret, je në pozitën e shefit të teknikës, prandaj shumë punë ke në televizion e veçmës me teknikën. Sa je i kënaqur dhe çfarë teknike disponon në televizion Opinion? Po vllaznim, fillimisht përshëndetje për shikuesit e televizionit tonë. Si që thatë ju, jam pozitën e shefit teknikës, me mjetë themi organizatorit teknik të punës në televizionin Opinion. Nuk është edhe fortë e vështirë, do thotë të punojsh, pasi që i gjithë stafi ka një vullnet për punë, ndoshta mund mbetet një, si të themi, një përgjegjësi, ndoshta pak më shumë psiqike, se si po shkojmë punë do të shkojë organizimi mirë deri në fund apo jo. Për ndryshe nuk ka shumë probleme, pasi që jemi një staf shumë i koordinuar dhe punët janë të ndara secili, domethënë, dhe çdo gjë shkon në rregull. Së fundi në përvjetorin e kaluar ka qenë një risi që ka ardhur në televizionin Opinion, do thotë është për të lavduar, do thotë sepse veç i kemi ato, do thotë jemi mediumi i parë lokal në rrafshin e Dugaxhinit, por sidomos në qytetin e Prizrenit, që posedojmë një teknikë në formatin Full HD. Përkundër që nuk transmetojmë drejt për drejt, po i kemi ato, sepse ende nuk është bërë licencimi, ende nuk është e nevojshme patjetër të kesh formatin Full HD, është kamera Full HD, pastaj ka ardhur dhe mikseta, gjitha ato që duhet. Televizioni Opinion për shumë vitesh posedon edhe kombi montazhin, si që themi kombin e raportazhes, të transmetojmë eventet të ndryshme të cilat organizohen në qytetin e Prizrenit, duke përfshirë ndeshje të ndryshme futbollistike, qofshin ato në basketboll, pastaj koncerte që organizohen në qytetin e Prizrenit,
ta themi të atë, do të thotë çdo gjë që ndodh në qytetin e Prizrenit, shikuesi mund ta sheh live në televizionet e veta, në shtëpitë e tyre. Është pastaj edhe asambleja komunale e qytetit Prizrenit, e cila transmetohet live. Ka raste kur nga ora 10 deri në orën 4-5, do thotë jemi me transmetim drejt për drejt, do thotë gjatë tan kohës në televizionin ton. Në risia e vjet më është edhe droni i cili kamera fluturuese që ka prunë si vjet, do thotë prej drejtorit Edvard Kornega që do të shfrytëzohet kjo? Do të shfrytëzohet, po. Do të shfrytëzohet në eventet themi për masave më të mëdha siç janë futbolli, do të shfrytëzohet në koncerte të ndryshme dhe është seria, domethënë më e fundit e dronit, cila ka një format prej 4K, do thotë është më mirë se më përsosur është formati Full HD. Kjo është risia, do thotë të kallëri si tjera, të cilat ditëve të ardhshme do të vinë në televizionin Opinion, por për momentin janë këto, ndërsa të tjerat mbetet janë surprizë e kohës dhe ditëve në vijim. Me këto pajisje do të rrisim kualitetin në punë, shërbimet ndaj bizneseve do të jenë më të sofistikuara, ndërsa këngëtarëve do ju ofrojmë super cilësi në realizimin e klipeve të tyre. Televizioni Opinion do të vazhdojë të jetë gjithmonë me ju, në gëzime dhe në rastet e tjera familjare. Si duket, krye prokurori i prokurorisë themelore të Prizrenit Syl Hoxha është befasuar me vrasjen e Hekuran Morinës. Ai këto deklarata i ka bërë në një medium lokal. Krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha është njeri i tronditur me vrasjen e Hekuran Morinës. Ai thotë se personalisht nuk ka pasur rastin të njohë Hekuranin, mirëpo si rast ka qenë tronditës. Rasti i vrasjes së Hekuran Morinës na ka tronditur të gjithëve. Personalisht edhe unë jam njeri i tronditur, edhe pse nuk e kam njohur, tregon Hoxhaj. 2 javë më parë Hekuran Morina është vrarë nga Bernard Përlazëri. Vrasja dyshohet të ketë ndodhur për shkak të fajteve. Unë atë ditë kam dalë personalisht në vendin e ngjarjes, tregon Hoxhaj. Ne nuk do të rrim duar kryq, do të luftojmë krimin që të mos na përsëriten raste të tilla, premton ai. Vrasja pretendohet se ka ndodhur pasi që i dyshuari Bernard Përlazëri pretendonte se babai i tashme i viktimës Hekuran Morina i kishte marrë 70.000 euro me fajde për t'i kthyer në afat prej 6 muajsh. Kjo ishte mohuar nga familjarët e Morinës. Përlazëri pak ditë para se të kryente aktin ishte liruar nga paraburgimi, ku kishte qëndruar afër 4 muaj. Vrasja për fajden e Prizren është ngritur si çështje edhe në Kuvendin e Kosovës nga deputetët që vinë nga ky qytet. Dhe në ngjarjet sportive, klubi i futbollit Liria këtë fundjavë do të presë në shtëpi Vushtrin. Klubi i Prizrenës pësoi disfatën e pej e në këtë të diel Liria me çdo kusht do të kërkojë fitoren. Dueli midis Gjilanit dhe Llapit që u zhvillua sot i ka paraprirë javës së 7 në Raiffeisen Superligën e Kosovës në futboll. Nesër zhvillohen 2 ndeshje. Thessaloniki e Drenas do të presi Stogun, ndërkohë Dranica do të jetë një koqire e Besës së Pejës. Të dielën ndërkaq do të luhen 3 ndeshjet e fundit. Drita në Gjilan do të pres liderin e tabelës së klasifikimit dhe deri më tani skuadra e pamposhtur. Trepça 89 Prishtina në kryeqytet ballafaqohen me fqinj e saj Hajvalin. Ndërkohë Liria në stadiumin përparimthaçe të Prizrenit do të përballet me skuadrën e Vushtrisë. Prizrenasit me 2 fitore dhe 1 barazim javën e shkuar pësuan humbje në Pej kundër Besës. Prandaj duelin me Vushtrin e presin me optimizëm dhe në kërkim të fitores së tretë. Ndeshja zhvillohet të dielën dhe fillon ora 15. Të shtunën juniorët e Lirisë së Prizrenit do të zhvillojnë ndeshjen e javës së 5. Futbollistët e Agron Besenit, të cilët janë pa humbje me 3 fitore dhe 1 barazim, do të kërkojnë fitoren e 4 për të përmbajtur hapin drejt kreut të renditjes tabelore. Takimi luhet në përparimthaçe dhe do të fillojë në orën 11. Futbollistët e ligës së parë këtë fundjavë i zhvillojnë ndeshjet e javës së 6. Të shtunën janë në program 4 takime: Keku Flamurtari, Fush Kosova Ramit Sadiku, Kosova e Prishtinës Raveci dhe Vitia Dugaxhini. Ndërkaq të dielën ballafaqohen Vllaznimi Trepça, Ballkani 2 Koriku, Beari Ferizaj dhe Vllaznia Prishtinës Luftëtari. Të gjitha ndeshjet fillojnë në orën 15.
Edicioni në lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni nga tragjedia që ndodhi në vendin e shenjtë në Mina nuk ka pësuar asnjë kosovar. Siguron familjarët, Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi. Ai u ka shprehur ngushëllime të gjithë familjeve të haxhilerëve që pësuan nga kjo tragjedi. Ministri i Punëve të Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ju ka shprehur ngushëllime familjarëve që kanë humbur të afërmit të tyre gjatë kryerjes së pelegrinazhit për Haxh në Mekë dhe Medinë. Thaçi ka shkruar në rrjetin social Twitter se për fat asnjë qytetar i Kosovës nuk është i vdekur në Mina, vendi ku ndodhi tragjedia. Një tragjedi e dhimbshme ka ndodhur në Haxh këtë vit, ndërsa asnjë qytetar i Kosovës nuk ka pësuar nga kjo tragjedi, por gjithsesi u shpreh ngushëllime më të sinqerta familjeve të viktimave në Mina, ka shkruar Thaçi në Twitter. Gjabir Hamiti, profesor i Fakultetit të Studimeve Islame, duke i referuar ngjarjes në Mekë ku mbetën të vdekur 717 persona, ka thënë se tragjedia ka ardhur si rezultat përcaktimit të ritualeve fetare në periudha të ndryshme kohore, të cilat nuk e përkojnë me kushte të sotme. Ajo që ka ndodhur në Minat e Mekës është rezultati mbetjes pengë të muslimanëve ndaj mendimeve të hershme juridike fetare të lëshuara nga dietarët musliman në periudha të caktuara specifike kohore. Në profilin e tij në Facebook, Hamiti ka shkruar se dietarët musliman duhet të rishikojnë dekretet fetare e jo të vazhdojnë me qëndrimet e vjetra, për shkak se ato nuk janë kompatible me rrethanat e reja. Kjo tragjedi e rradhës është argumenti më i drejtë për drejtë i cili tregon se muslimanët duhet të rishikojnë fetët, dekretet fetare të tyre e jo të vazhdojnë të mbesin penge qëndrimeve të hershme, të cilat sot më nuk mund të jenë të plotësueshme dhe as të realizueshme për shkak të rrethanave të reja kohore dhe vendore. Hedhja guraleceve në kohë dhe në vend të caktuar është përcaktuar atëherë kur numri i haxhinjeve vizitorë të vendeve të shenjta nuk ka kaluar numrin e 100.000 vetëve. Prandaj ky rast sill shumë të tjerë, më së miri tregojnë se dietarët e sotëm të Islamit duhet të rishikuar qëndrimet juridike të cilët dietarët e mëhershëm muslimanë kanë nxjerrë në momente dhe rrethana të caktuara vendore, ambientore, politike dhe gjeografike. Muslimanët sot vazhdojnë të vuajnë, jo për shkak të Islamit, por për shkak të gjendjes së mjeruar të mendimit mbi Islamin. Nga 1 tetori, të gjithë ata që kanë fituar statusin e veteranit të luftëtar do të mund të aplikojnë për të realizuar beneficionet. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që pensionet për veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës të jenë 170 euro për të gjithë. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se numri i veteranëve të moshës deri në 35 vjeç, për të cilët është parapar pension për 130 euro ka qenë simbolik dhe duke pasur parasysh këtë fakt, tani është marrë vendim që pensioni të jetë uniform. Transmeton lajmi.net. Ministri i Financave Abdullah Hoti sot në mbledhjen e qeverisë ka thënë se numri i veteranëve deri në moshën 35 vjeçare është në 20 persona dhe rritja e shumës së pensionit nga 130 në 170 euro dhe për këtë kategori nuk do të paraqes kurrfar problemi buxhetor, kurse ministri i Punës dhe i Mirëqenies Sociale Abrana Brashi ka bërë të ditur se veteranët do të mund të fillojnë aplikimin për pension nga data 1 tetor, kohë dhe kur do të fillojë të bëhet pagesa për ta. Por me këtë pagë nuk janë pajtuar veteranët, ata thanë se janë pajtuar me qeverinë që pagesat të jetë rreth 220 euro, ndërsa vendimin e qeverisë e kanë cilësuar si të turpshëm. Veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës javën e ardhshme do të fillojnë protestat për të kundërshtuar vendimet që qeveria e Kosovës ka marrë të mërkurën, e me të cilën parashihet që veteranët në moshën 35 vjeçare të paguhen vetëm 130 euro, kurse ata mbi këtë moshë 170 euro. Për këtë ka thënë se janë pajtuar me qeverinë që pagesat të jetë rreth 220 euro, ndërsa vendimin e qeverisë e kanë cilësuar si të turpshëm. Sipas tyre, me këtë vendim veteranët trajtohen si kategori sociale. Sekretari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës Faton Klinaku ka thënë për zërin se pagesa e caktuar është shumë e ulët, ndërsa sa i përket kategorizimit në bazë të moshës ka thënë se veteranët nuk kanë qenë të ndarë sipas moshës gjatë luftës. Ata kanë luftuar njëjtë si i ri e si i vjetër, prandaj sipas tij as tani nuk guxojnë të ndajnë kështu. Mendojmë se ky vendim i qeverisë është i padrejtë dhe tregon papërgjegjësinë e saj, sepse në takimin që kemi pasur dhe me marrëveshjen që kemi pasur jemi marrëvesh që pagat e veteranëve të jenë rreth 220 euro dhe për më tepër ky vendim është në kundërshtim edhe me ligjin,
pasi që aty thuhet se pagesa do të jetë jo më e vogël se paga minimale në vend. Kjo shumë e pagesës i fut veteranët në kategori sociale, është shprehur Klinaku. Ai me tutje ka thënë se këtë vendim të qeverisë do ta kundërshtojnë përmes demonstratave, të cilat sipas tij pritet të fillojnë nga java e ardhshme. Ulrik Lunacek çmon lart rolin e presidentës Yahyaga në krijimin e imazhit shumë pozitiv të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe kontributin e saj në zhvillimet brenda vendit. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Yahyaga priti sot në takim një delegacion nga Komisioni për Politikë të Jashtëm i Parlamentit Evropian, i cili kryesohej nga nënkryetaria e këtij parlamenti Ulrik Lunacek. Presidentja Yahyaga e njoftoi këtë delegacion me zhvillimet e përgjithshme në vendin tonë, me theks në proceset dhe reformat që janë duke u zhvilluar e që ndërlidhen me përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave dhe nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Presidentja Yahyaga tha para deputetëve evropian se sfida e Republikës së Kosovës janë të ngjashme me ato të gjithë vendeve të rajonit që synojmë integrimin në Bashkimin Evropian dhe theksoi përkushtimin e institucioneve të Kosovës për tejkalimin e tyre dhe krijimin e kushteve më të mira për jetë për të gjithë qytetarët. Presidentja Yahyaga theksoi angazhimin e institucioneve të Kosovës për luftimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, vendosjen e rendit dhe ligjit, duke konstatuar se Kosova është shembull për gjithë rajonin për çastje që ka treguar ndaj sfidave globale siç është ekstremizmi dhe radikalizmi. Nënkryetaria e Parlamentit Evropian Zonja Ulrike Lunacek dhe antarët e tjerë të delegacionit nga Komisioni për Politikë të Jashtëm i Parlamentit Evropian shprehu mbështetjen e vazhdueshme të këtij institucioni për perspektivën e qartë evropiane të Kosovës. Ata çmuan lart rolin e presidentës Yahyaga në krijimin e imazhit shumë pozitiv të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe kontributin e saj në zhvillimet të brenda vendit. Në takim me deputetët evropian, kryekuvendari Veseli vuri në dukjes se Kosova ka përmbushur detyrimet e veta kërshi standardeve për liberalizim të vizave. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli priti sot në takim delegacionin e Komisionit për Politikë të Jashtëm të Parlamentit Evropian, i cili kryesohej nga nënkryetaria e këtij parlamenti Ulrik Lunacek. Kryetari Veseli e njohu delegacionin me zhvillimet në Kuvend, për kushtimin për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, nevojën e nënshkrimit sa më të shpejtë të marrëveshjes së stabilizim asociimi dhe zhvillimin ekonomik. Në takim me deputetët evropian, Veseli vuri në dukje se Kosova ka përmbushur detyrimet e veta karshi standardeve për liberalizim të vizave. Ai po ashtu theksoi rëndësinë e procesit të dialogut si dhe zhvillimin ekonomik. Lunacek dhe antarët të tjerë të delegacionit shprehen mbështetjen për procesin integrues që po kalon Kosova dhe punën e përkushtuar në Kuvendin e Kosovës. Ajo theksoi se Kosova gëzon mbështetje të fuqishme të deputetëve të Parlamentit Evropian dhe vuri në dukje se zhvillimi ekonomik mbetet sfidë për rajonin dhe më gjerë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrik Lunacek ka thënë se vezët nuk duhet të jenë pjesë e debatit në Kuvendin e Kosovës. Këto veprime të opozitës u kritikuan nga ajo. Sipas saj, Kuvendi i Kosovës është vend ku duhet të bëhet debat, ajo të përdoren vezët për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Këtë koment Lunacek i ka bërë në zyrat e Bashkimit Evropian në Prishtinë, të mbajtur vetëm disa minuta pasi Lunacek i ka takuar të gjithë liderët e pozitës dhe opozitës që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Ajo ka thënë se pavarësisht asaj që kanë ngjarë të martën në Kuvend, ku partitë opozitare kanë hedhur vezë në kryeministrin Mustafa, në takimin që ajo ka mbajtur sot, ajo ka thënë se i ka takuar të gjithë së bashku. Ajo ka thënë se u ka bërë me dije se Kosova është drejt liberalizimit e vizave, por sipas saj ende duhet të përmbushen disa kushte, siç është luftimi i korrupsionit, krimit të organizuar dhe të ndalohet migrimi i kosovarëve. Lunacek ka arritur në mbrëmë në Beograd, ndërsa paraditën e sotme ka realizuar disa takime me përfaqësuesit e institucioneve vendore. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, sot mori pjesë dhe mbajti një fjalë rasti në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Në adresimin e tij para të pranishmeve, kryeparlamentari Veseli potencoi sfidat me të cilat po përballet vendi ynë, si konsolidimin e brendshëm shtetëror, ashtu edhe në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar. Në rrafshin e brendshëm, theksoi kryetari Veseli, janë bërë hapa të rëndësishëm në konsiderimin e shtetit, por punët e pakryera ende janë shumë të mëdha. Në vazhdimin e fjalës së tij, kryetari Veseli vuri në parëndësinë e ballafaqimit me faktin se perceptimet mbi korrupsionin në Kosovë është tejet i përhapur dhe raportet ndërkombëtare vazhdojnë të theksojnë këtë perceptim, sikur dhe mediat e opinioni publik.
Figura e zyrtarit shtetëror në mas të madhe është diskredituar, duke krijuar kështu imazhin e një shoqërie të korruptuar. Pasojat prej kësaj, sipas kryetarit Veseli, janë të mëdha. Kosova rrezikon të humbas kredibilitetin të mbështesit dhe partnerit ndërkombëtar. Të gjithë ata që mendojnë të investojnë kapitalin e tyre zhvillimor në Kosovë sillet e vetë qytetarëve tanë. Kreju i legjislativit të vendit shtoi se përveç sundimit të ligjit nuk ka formulë tjetër për të ecur përpara në zhvillimin ekonomik dhe konsolidimin demokratik të shtetit, theksoi kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu me informacionet për ditën e sotme. Unë ju lë në shoqëritë e programeve, ne vijmë bashkë, mirupafshim.